të moshuarve tani, si ka qenë mendimi i tyre që do jetë jeta e tyre, që ata kanë menduar që do rriten me familjarët e tyre, me fëmijët, me nipërit e mbesat, dhe ka dalë një ndarje me thikë që fëmijët e tyre kanë emigruar dhe ata kanë ndenjë vetëm, ata e vuajnë akoma më shumë këtë gjë. Kështu që vetmia, izolimi social kanë shumë pasoja tek shëndeti i tyre mendor. Dhe unë mendoj që duhet të theksohet dhe të vjetë fokusi më shumë shëndetin mendor të moshuarve. Sepse ne, ndoshta është gabimi jonë që ne nuk presim që ata të kenë disa problematika të shëndetit mendor, sepse jemi fokusuar tek të rinjt. Që ne presim që një adoleshent mund të ketë disa simptoma të ankthit, të depresionit, dhe nuk presim nga të moshuarit, sepse ne presim që ata t'jenë mirë, por në fakt një i moshuar, i izoluar, i cili nuk ka akses në shërbime, sidomos në shërbime parësore, shëndetësore, dhe është vetëm dhe nuk ka kontakt me të tjerët, patjetër që mund të ketë edhe ai disa shenja ose disa simptoma të këtyre problematikave të shëndetit mendor që duhen adresuar, por për fat keq